Më bë si? Me u bë agresiv me gjithë. Unë sidomos unë më u bë, po gjithmonë duke folë për ty. Duke marrë gjithë mendimet e krejtëve ti automatikisht do përfolesh. Ti në këtë tjetër më thonë që sikur ta ka vrarë veshin kjo, sikur edhe ti po ndihesh pak në siklet. Me shku të folë me ta intrigat e vjetra. Flasë, unë s'flasë farmë. Me shku me folë dhe me kore qa po mdo, ore qa po mdo. Nuk është qëllimi kjo, se tani qa bëjmë me në dalë. Edhe shkoj te lokali që të pyes këtë, ama si se ka emrin ai, s'më kujtohet, po nejse, Kapudani I vjetër. Kështu I thonë ata. Kërce. Ço. Me kërcya? Kërce. Jo, mos e bëj. Hajt, hop, Mos e bëj. Jo, është e vëllait madh. Jo. Janë urdhra që s'duhet ta bësh. Mos e bëj. Mos. Mos e bëj. Jo, jo. Është e vëllait të madh, mo. Po jo, më jo. Qysh, Nejse. Dëgjon ti. po jo, a janë provokime? Dhe ishin 200.000 euro, dhe më thot ai Kapudani, lere thot se janë akoma pa lepra. Po do të çoj unë te një tha, në Kala, e ka bler një piktor I Kosovës. A janë provokime? Po, jo, po. Është një garsonjer, tha, ajo është për ty. Po. Më qonë ai, I them u këtit bashkisë kështu, bë teatrin, tha dhe e kjo. Ngri teatrin e Ulqinit, trupën e teatrit. Atë ta bëj, tha shumë,